keq përdorimin e këtij pushteti. Doktor, kur e sheh për Epstein apo dikë tjetër me këto karakteristika apo me këto ngjarje aksione që ai merrte, ka ndonjë tipar dallues, një person përbindësh, apo një manjak, apo nuk di të ta them një emër sepse është e vështirë ta... Unë nuk do përdorja asnjë nga këto epitete për të. Ishte një person shumë funksional. Nuk ka asnjë lloj lëvizje çerpiku që ta dallosh, apo jo? Po, shumë funksional dhe shumë i ftohtë në mënyrën se si ka vepruar gjatë gjithë historisë së tij, le të themi. Të paktën me informacionet që kemi në dispozicion. Kështu që patologjizimi individual i tij, për mendimin tim, do ishe një këndvështrim që do e merrte peng diskutimin dhe do e çonte në një rrugë pa krye, madje ndoshta edhe disi justifikuese. Okej, mirë. Jo, po t'ishte kaq, do të thënë, unë e kuptoj që të flasësh, ndoshta si çdo prindër, si mund të dallojmë ne dikë që bën keq fëmijës tonë, do ishte rrugëzitja perfekte. Po ndoshta edhe ky është një alarm për të thënë që edhe ai që duket më i mirë. Edhe ajo nuk është rrugëzitja perfekte, sepse ka qenë burgaj 2008. Jo, po ideja që po e kthej rolin në anën praktike, sepse pritshmëria është ore si ta dallojmë ato që mund të kërcënoj fëmijën tonë. Po nuk është kaq, pra i bie që ti duhet ruhesh nga kushdo kur vjen puna tek fëmia. Kështu që sidomos kur jemi në situata që fëmijët janë një moshëritje që tentojnë të shtrinë terrenin e tyre për të pasur njohje të reja, është momenti që prindërit të jenë shumë alert, shumë të përqendruar për të suportuar fëmijët e tyre, për t'ju shpjeguar atyre edhe këtë gjë që ka ndodhur, për t'ju shpjeguar se si sa lehtë ata mund të joheshin nga diçka që është komplet jashtë realitetit të tyre dhe për që aty për fëmijët e tyre, se nuk dallon nga fytyra, se do ishte pastaj formula magjike. Dhe një gjë tjetër. Pra, unë do të them një gjë që ndoshta mund të trondis një çik televizionistët, se bota është e mbushur me njerëz si Epstein. Shkalla, shtrirja e abuzimit të tij u bë mundur, nëse ne ndjekim kronologjinë se si Epstein erdhi në këtë pikë, mbasi ai fitoi një pushtet të konsiderueshëm financiar dhe bëri të mundur lidhjet me njerëz të tjerë të pushtetshëm, pra financa, lidhje me njerëz të tjerë të pushtetshëm, bashkëpunim me këto njerëz të pushtetshëm nëpërmjet joshjes, pra këto teoritë. Lidhja ti ka qenë ishe dashur atij Maxwell. Ajo ka qenë e bia e një ish manjatit të gazetarisë. Mossadit. Dhe është ajo që përflitet që ka kryer të gjithë lidhjet e tij. Mos harrojmë që Jeffrey Epstein përmonte edhe familje të mëdha, bankierësh dhe njerëz që përfaqësojnë korporata të mëdha, siç janë Rothschildët. Ka një dënim 20 vite, por nuk ka pranuar asgjë nga akuzat. Patjetër që nuk ka pranuar akuzën, se s'besoj se ka një kriminal që i pranon, madje edhe gjatë pyetjeve që nëse mund të rikthehem te logjika ime. Pra, ajo që ka bërë mundur këtë lloj abuzimi në këtë shkallë ka qenë aksesi dhe pushteti që ai ka fituar gradualisht me kalimin e kohës, duke bërë pjesë të rrjetit të tij, le të themi, qoftë klientel apo qoftë edhe rrjet të cilën e shfrytëzonte në mënyrë, le të themi, ortek, më thënë, duke krijuar një funksion domino. Dhe që ka arritur në këtë shkallë që ne po diskutojmë sot. Po njerëz si ai ka pasur, ka dhe do ketë gjithmonë në këtë botë. Dhe është e rëndësishme